Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni, do të flasim për atë që ka qenë mrekullia e lirisë, jo vetëm për ne në Shqipëri, por frymëzim në mbar botën. Në fakt, protesta në Shqipëria nuk është në shitje. Protesta për një Shqipëri të re hyn në muajin e tretë e përpos pasqyrimit që i bëhet protestës, atyre protagonistëve kryesor që marrin mikrofonin her pas here, ato çfarë japin oksigjen asaj mrekullie që ndodh çdo ditë në sheshin përpara kryeministrisë janë protestuesit, aktivistët, qytetarët, të cilët duhet thënë për hir të së vërtetës sakrifikojnë çdo ditë nga jeta e tyre, nga përditshmëria e tyre për të qenë aty, dhe kur them sakrifikoj, nuk kam parasysh vetëm temperaturat e larta të stinës, por edhe problematikat e shqetësimet e shumta të përditshmërisë së tyre. Më lejoni të prezantoj Nevila Jaupaj, aktiviste, ka ardhur nga Kanadaja dhe nuk ikën më. Pra është protesta motivi kryesor që e mban në Shqipëri. Mirë se vjen. Përshëndetje Eli, është kënaqësi që më ftove dhe është ky moment për të thënë, domethënë, përse unë jam këtu, përse unë u ktheva në Shqipëri dhe mendoj që do jetë një emigrim im i tretë. Në vendin tënd në vendin tim, po, pas 30 vitesh gati. E mendova që të kthehem për protestën sepse e ndjej që duhet jem në këtë moment, e ndjej që adeu na kërkon të gjithëve. Nuk është më çështja korrupsioni, nuk është më çështje pronash, çështje personale, çështje drejtësie, është gjithçka. Në atë protestë është gjithçka e përmbledhur. Domethënë 36 vite demokraci që ne nuk e shijuam. Demokratur, po, le ta quajmë në vit. Por njëkohësisht edhe mos harrojmë 45 apo 46 vite jo drejtësi për krimet e komunizmit. Duhet të përfshihen, duhet të jenë, për mendimin tim, opinioni im ky, duhet të përfshihen edhe ato vite që nuk u bë drejtësi. Duhet të fillojmë nga momenti që filloi vllavrasja mes shqiptarëve. Dhe jo më kot i dëgjojmë thuaj se çdo ditë të rinjt tashmë të brohorasin poshtë diktatura. Pra pas 36 dhe pse ata nuk e kanë provuar diktaturën e vërtet, diktaturën komuniste. Kanë provuar këtë të re. Diktaturën e re. Kështu që sepse është pasardhësi i Kristaqit, i cili vari i Avzi Nelën në 10 gusht të vitit 1988. Jo më largë se 2 vite para se të shëmbej muri i komunizmit. Unë mendoj që duhet të fillojmë dhe të marrim një përgjegjësish të gjithë dhe të ndërgjegjësohemi që duhet filluar me drejtësinë. Si duket gjasat, Nevila? Si duket se ka shkuar deri tani 60 ditë protest, hym në muajin e tretë, 60 ditë një provzjarri edhe ky gushti. 60 ditë shpresë që kish vdekur. Unë për veten time mendoja që jo Shqipëria nuk bëhet sepse Shqipëria është e bërë nga dora e Zotit. Shqipëria po ç'bëhet, po shpopullohet. Ka ndodhur ditët e fundit ndarja territoriale, bashkitë po shkrihen sepse popullsia, domethënë, është populluar. Ka vetëm pak pleq, kanë ngelur pak pleq që janë, domethënë, në ditët e fundit të jetës së tyre dhe ata vazhdojnë të votojnë, të majtën si gjithmonë sepse është një vaksinim i popullsisë, është një trushtarje. Megjithëse djegja e teserave dje në Poliçan, demonstroi diçka ndryshe, reagime të tjera në bashki të tjera, duket se i ka bërë të reflektojnë edhe ata çfarë ndodh në bulevard. Kjo protest ka ngjallur shpresën edhe po vdes frika. Frika që vendosi. Nevila, si ja bëni të jeni çdo mbrëmje aty? Qytetarë të tjerë që nuk e dinë si funksionon. Unë e li vi nga Vlora, pothuajse çdo ditë. Ndonjë natë edhe qëndroj në Tiranë, fal mikeve të mia, sepse do të thotë që është një kosto që të qëndrosh çdo natë në Tiranë, kam mike shumë të mira, të cilat fle, dhe pothuajse shkoj çdo ditë në Vlorë pas protestës, sepse kam mamin për të cilën kujdesem. Dhe kthehem në Tiranë orën 7 që fillon protesta. Ka munguar disa ditë
Dhe ndjem që fajtore, sikur e kam dezertuar kauzën. Do me thënë, ndjem sikur jam larg edhe nuk jam në Vlorë, ndjem të protesta. Ndjem sikur jam në shesh. Ai shesh të jep një shpresë. Nevila, pas 30 vitesh emigracion, ktheheni në Shqipëri, natyrisht shkak ishte protesta, por krahasimi mes të jetuarit në Kanada dhe në Shqipëri, kur e ndjen në vetën e parë, qoftë në spitale, qoftë gjithkund, në infrastrukturë, në problemet e para që keni hasur si të padurueshme, sa jeni kthyer? Këtu ka shumë probleme. Do të thotë që fillojnë nga infrastruktura, nga rrugët, nga sinjalitika, nga trotuaret, që nuk ka asnjë lloj trotuari për njerëzit me probleme invaliditeti, nuk ka parking dhe është e vështirë që të parkosh. Më mori tani gati 10 minuta që të parkoja jashtë Fox Newsit. Por problemi më i madh është shëndetësia, që unë ndesha para disa ditësh me mamin. Dhe për një pensioniste është kosto shumë e lartë që të bësh analizat, të ndjekësh këshillat e mjekut apo të paguash ilaçet. Mami merr 180.000 lekë pension, ndoshta nuk është sepse ka mua si mbështetje, por unë mendoj për një person që nuk ka asnjë të ardhur nga jashtë. Në fakt, Nevila. Si mund të mbijetoj në këtë vend me këtë mjekësi, kur thjesht një analizë gjaku bën 110.000 lekë në laboratore private, sepse ndryshe ti nuk mund të shkosh në spital, nuk bëhen, nuk arrin dot të bëhet. Por megjithatë unë mendoj që duhet të fillojmë, Eli, duhet të fillojmë të ndërgjegjësohemi që ta ndryshojmë këtë vend. Dhe kjo protest ndoshta është fillimi i mbar që ne të ndryshojmë dhe të ngjallim shpresën edhe tek ata njerëz që mendojnë e thonë që çfarë do arrini, çfarë do bëni. Shpresa nuk është bindja se ne do arrim diçka, por jemi në të drejtë, nuk jemi gabim, jemi në krahun e dur me këtë protest. Dhe këtë shikoj çdo natë aty që vijnë prindër me fëmijë të vegjël, do të thotë që i mësojnë dhe fëmijët që kundrejt çdo padrejtësie duhet ngritur zëri, duhet të dalësh në protestë. Vendi yt është vendi yt. Nevila, çfarë mrekullie ndodh aty në atë shesh, kush nuk e ka provuar të afrohet pak edhe ta ndjej vetë se po nuk shkove aty. Unë ditët e para isha në transmetim këtu në studio dhe nxitoja t'i kapja gjatë marshimit protestuesit për të marrë nga energjia e tyre. Dhe në një bashkëbisedim tjetër me një protestues gjithashtu, më përmendi diçka që e kishit cituar edhe ju në një nga postimet tuaja në mos gaboj, kur thot aty ka qindra fëmijë çdo ditë dhe s'kemi parë asnjëherë asnjë fëmijë të qaj. Vetëm qeshin, vizatojnë, janë të lumtur, të gjithë brorasin, Rama jep dorëheqjen, duart trokasin, do me thënë e kuptojnë rëndësinë e kësaj proteste dhe Eli, unë mendoj aty... Ora e dur, bekuar nga Zoti, se si 25 vite e me radhë, është si një frymë e shenjtë. I penguan shqiptarët, ju shembën të gjitha kultet, nuk i lejuan të besojnë as në Zot, dhe tani duket sikur... Aty ka dhe një emër, dëshmorët, bulevardi dëshmorët e kombit. Do të thot ata shpirtrat e tyre. Unë mendoj që është një frymë e shenjtë në atë vend. Besoj në Zot dhe mendoj që Shqipëria po shkonte drejt shitjes nga jo shqiptar, se nuk mund ta quaj shqiptar Edi Ramën. Përkundrazi kam rezervat e mia dhe ndoshta ju e dini më mirë se kushdo tjetër nga statuset e mi që unë kam një neveri për atë person, sepse nuk e shikoja si njeriu e dur që të drejtonte vendin ton, pasi e kaluara e tij ishte komplet e errët dhe nuk mund të drejtonte. Dhe sot ne na duhen njerëz që duan atë dheun të parin. Të duan Zot, familje, atë dhe. Dhe këto janë 3 kulmet kryesore që Shqipëria të rifilloj nga e para. Një hovë të madhë Nevila protestave ju dha edhe diaspora, pra ardhja e diasporës. Sepse ne kemi, mendoj unë tani, më shumë mallë për atë dheun, më shumë adetarizëm.
Ju ndoshta jeni të lodhur me Shqipërinë, me problematikat e saj, kurse ne shikojmë me atë mendimin që dielli ynë na ngro më tepër se çdo diell tjetër në rrezullin toksor. Kështu që jemi më të malluar për Shqipërinë dhe ishte alarmante kjo pika që mbushi kupën sfërneci, tërheqja zvare njerëzve, mua më preku edhe tërheqja zvare banorëve të Rjollit, sepse çdo vend, çdo cep i Shqipërisë është atë dheu ynë dhe nuk duhet të shitet. Unë nuk flas si person që më kanë marrë prona dhe jam akoma trajtohem si ish pronare, por unë mendoj që preferoj më mirë që ato pronat e mia i kanë banorët e fshatit Trevllazë që janë shqiptarë sesa të na i marrë i huaj. Kështu që kjo ishte diçka, domethënë, që ngriti pesh gjithë zemrat e shqiptarëve. Është e mrekullueshme, por unë mendoj që duhet ta vazhdojmë. Edhe është e mrekullueshme të shohësh rinin, se ai ishte momenti më emocionues në fakt, se Nevila gati ja kishin dalë të na bindnin që nuk ka më shqiptar që e duan Shqipërinë, se rinia është indiferente, se rinia mezipret të bëj valigjën dhe të largohet nga vendi, në fakt atje u dëshmua krejt e kundërta. Aty që duan të qëndrojnë. Dhe marr shkas të shpreh që edhe unë dua një ditë që 3 fëmijët e mi të kthehen në vendin tonë. Do ishte, do me thënë, fëmijët e tu e dëshirojnë njësoj? Po, dhe do vinë në protest. Vajza ishte disa ditë, kurse 2 çuna do vinë mes të gushtit, sepse atëherë marrin pushimet. Doja që deri atëherë mos ishte protest, të kishim arritur dorëheqjen e Ramës, por dhe nëse do jetë, ata do vinë. Edhe pse janë lindur dhe rritur jashtë Shqipërisë, kam arritur që t'ju ushqeja dhe dashurinë. Nevila, jeni besimplot, shpres natyrisht se cili prej nesh ka, po jeni besimplot që do t'ja dali kjo protest, qëllimit, kërkesës kryesore që ka? Ne kemi një problem të madh si shqiptar. Ne presim që të huajt të na shpëtojnë. Ne jemi vetë shpëtimi i këtij vendi. Ne nuk mund të presim që të na shpëtoj Amerika, të na shpëtoj Europa, sepse gjithmonë e kemi parë që interesat e tyre kanë qenë kundër shpëtimit të shqiptarëve, na lanë 50 vite në komunizëm dhe asnjë nuk reagoi që ne ishim vend jashtë bote, sepse çdo shtet mendon është njësoj e si të vi komshiu të të shpëtoj kur ti nuk e fuqi të bësh asnjë gjë për të shpëtuar veten. Ne duhet të shpëtojmë veten në këtë moment. Ne duhet jemi aty në shesh t'i tregojmë gjithë botës që ne do qëndrojmë dhe duam të shpëtojmë prej qeverisë më kriminale dhe më ajdute që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Por kjo protest nuk i adresohet vetëm qeverisë. Natyrisht krye kërkesa është dorëheqja e Ramës, e qeverisë, por ndërkohë mbizotruese është larg politika e vjetër. Pra duket që e kanë me gjithë klasën politike të vjetër. Sepse nuk na kanë treguar që kanë qenë krah popullit dhe opozita. Ndaj dhe ajo shpreja, do me thonë parulla që pankartat që lexohen, opozita shitur, unë besoj se qëndron. Do të thotë që ne jemi të tradhtuar. Jo të tradhtuar nga pozita, sepse unë jam e djathtë, normal që nuk ndihem e tradhtuar prej atyre që vazhdojnë rrugën e baballarëve të tyre, por unë ndihem e tradhtuar nga opozita, nga e djathta që ne mendonim se ishte e djathtë. Kur e kuptuat, Nevila, ju personalisht që jeni e tradhtuar, që e kam tradhtuar? Pazari me Ilir Metën, marrëveshja e Lulit, heqja e mandateve, dhënia e bashkive, pazari i fundit i Endri Shabanit, do me thënë janë një sër veprimesh që nuk quhen më gabime, janë faje. Asnjëherë nuk ju kthye drejta pronarve, do të thotë që ka qenë një plan i mirë menduar që Shqipëria të shkonte drejt shpopullimit dhe shitjes së vendit tonë. Dhe mendoj që mund të mos jenë pjesë e pazareve të shitjes sa dheu tonë, por
përderisa nuk reagojnë tamam siç duhet dhe të jenë krah popullit, unë mendoj se janë bashkë. Dhe janë po të njëjtët që ulen në parlament dhe shkojnë dhe miratojnë një ligj vetëm për rrogat e tyre dhe interesat personale. Po qasja që kanë pasur në vila sa i takon protestës, ne i dëgjojmë çdo ditë. Në fillim qasja e opozitës ishte shumë denigruese për protestantët, për protestuesit. Do me thënë, kishte edhe sharje dhe ofendime, mendonin që ishin neomarksist, ishin të Sorosit, ishin të Ilir Metës, ishin të Erion Veliaj. Do me thënë, pjesë etiketonin protestuesit, pastaj e panë që nuk mund të etiketonin dhe donin që të bëheshin pjesë e protestët dhe afrohen, por me të drejtë unë mendoj që kush është pjesë e organizimit të sheshit, se nuk mund t'i quaj organizator të protestës, me të drejtë ata thonë që larg partit politike. E janë si qytetar të thjesht, nuk ua heqas unë atë të drejtën e të quaj sheshi i halleve. Sheshi i njerëzve që kanë halle probleme, edhe shumë thonë që pse flasi në këtë mënyrë, pse i lihet mikrofoni kujtdo. Duhet i lihet mikrofoni kujtdo personi, duhet njerëzit të dëgjohen. Kryeministri nuk e dëgjon popullin, të paktën të jemi ne të dëgjojmë hallet e tyre. Njëri tjetrin. Ne duhet të dëgjojmë njëri tjetrin. Në vila juve si u mirëpritët në shesh momenti i marrjes së mikrofonit? Mua më dhanë mikrofonin për çudi sepse menduan nga Kanadaja, por dikush i lajmëroi që unë kam qenë kandidate e Partisë Mundësia dhe më thanë na fal, po ne nuk mund të t'japim ty më mikrofonin. I mirë kuptoj, sepse kuptoj që unë mbështes një parti të re dhe shpresoj dhe mbështes me bindje që diçka do ndryshoj në këtë vend. Por nuk jeni qejfën betur, jeni mirë kuptues. Jo, as pak. Sepse duhet jetë protesta e qytetarëve dhe unë mundova t'ua shpjegoj që unë në këtë shesh jam si shqiptare. Unë jam për Shqipërinë në këtë moment. Çdo gjë që ata, do me thënë, ishin shumë... Po mirë, duket sikur rezervat i kanë me partitë e vjetra, edhe me partitë e reja, nuk duan që njerëzit, jo ma shpjeguan, nuk duan që njerëzit të mendojnë që dikush po merr e kuptoj ekskluzivitet në atë mikrofon në dhënien, edhe pse unë i garantova që fjala ime do t'ishte për motive në lidhje me kryeministrin, sepse unë nuk dua të flas për probleme të tjera, jo hallet mia personale, sepse ato mendoj që duhet i zgjidhim në Po ka ca halle personale në vila që domosdoshmërisht nga vendimarrjet politike kanë lindur edhe nuk zgjidhen, kështu që por problemi është Shqipëria në këtë moment. Mos na shitet atë dheu. Për mua është kjo pjesa më e rëndësishme. Edhe pse shumë qytetarë të tjerë kanë halle madhore jetike, të cilat disa prej tyre edhe kanë gjetur zgjidhje nga i mikrofoni në shesh. Ka pasur, do me thënë, mua më kanë pëlqyer dy momentet që të gjithë ne bashkë arritëm të bënim një GoFundMe. Osman Safa ishte iniciatori që për Altin Bulin dhe për familjen e, tani nuk më vjen emri personit, djalit që u bullizua prej kryeministrit. Do me thënë, ndjeshmëria jonë si popull është shumë e madhe. Ne kemi shumë humanizëm brenda vetes tonë, por kjo qeveri dhe kjo politik na e shpërfytyroi njerëzore. Ashtu si komunizmi në 50 vite modifikoi njeriun, në 35 vite u modifikua përsëri njeriu i demokracisë, që mendoj se është më i shpërfytyruar se kur nga kjo politik. Por unë mendoj që shpresa unë gjallë. Me këtë protest shpresa unë gjallë. Dhe shpresa ishte një derë që hapej vetëm nga brenda, nuk e di ku e kam lexuar tani. Dhe fatmirësisht ata të rinjt u ngritën edhe mobilizuan edhe gjithë qytetarët e tjerë. Gjetën Chelsea. Ndërkohë vazhdojnë protestat edhe jashtë Shqipërisë, apo jo? Në Toronto, në Kanada ke komunikime? Po, patjetër, jemi grupi chatit që komunikojmë.
Në Kanada vazhdon, po thuaj se çdo të shtunë në të njëjtin orar që bëhet me Tiranën, në 12 që i korespondon ora 6, ora 7 këtu, në orën 1 atje, në të njëjtin orar bëhet në Toronto. Vazhdon, nuk janë shumë, kuptohet, sepse edhe pushimet tani ndikojnë, por vazhdon. Dhe shikoj domethënë në komunikime që janë në mbështesin dhe shumë do vinë në muajin gusht, bëhet thirrja për diasporën në mes të gushtit, dhe mendohet që do jetë pjesëmarrje shumë e madhe. Si herë të tjera. Uroj që t'jenë edhe fëmijët e mi ato ditë. Je shumë emocionuar gjatë gjithë kohës. Nuk e mendoja. Seriozisht nuk e mendoja. Me Nevilën njihemi përse largu prej vitesh, edhe na ka bashkuar antikomunizmi, dekomunistizimi, kështu që nuk e kam parë asnjëherë kaq të emocionuar se atë dashurinë ta njihja prej kohësh, Nevil. Si e mendon veten, flas për angazhimin politik, do t'i qëndrosh angazhimit politik nëse... Brenda vetes time gjithmonë ndjej që jam opozit. Nuk më pëlqen asnjëherë padrejtësia, nuk më pëlqen, qoftë edhe mes miq apo... Po mund ta japësh kontributin... Ndjej, por mendoj që ka ardhur momenti. Nuk dua të delegoj më idealet e mia dikujt tjetër. Mendoj që i përfaqësoj shumë herë më mirë vetë. Dhe mund të jem pjesë e një ndryshimi, kuptohet që dua domethënë që ky popull të ketë një mirëqenie shpirtërore. Dhe të jetë i përfaqësuar, sepse thirrjet mbizotruese tek parlamenti ka qenë nuk na përfaqësoni. Nuk na përfaqësoni. Po, do të thotë që jam me mendimin që duhet jenë gjithmonë listat e hapura. Domethënë kur ti nuk je i vlefshëm për komunitetin, pas 4 vitesh komuniteti duhet të vendosë që ty të vendos apo të heq. Duhet jenë njerëz që më shumë i japin për komunitetin, qoftë edhe nga vetja e tyre, nga koha e tyre, nga ana financiare, duhet të kontribojnë. Njerëzit në politikë duhet jenë kontribues për komunitetin dhe të përfaqësojnë komunitetin. Në Kanada jeni ndjerë e përfaqësuar në vila, krahasuar me Shqipërinë tani. Kanadaja ishte vetëm një lëvizje që unë, si mund të thuash, tranzit. Pra se kishe menduar asnjëherë të qëndroje për gjithmonë? Gjithmonë thoja që... Gjithmonë mendja në Shqipëri? Gjithmonë thoja 20 vitet e parë jetova në Shqipëri, 20 vite në Itali, do jetoj dhe 20 në Kanada dhe ndoshta Shqipëria bëhet dhe do kthehem në Shqipëri. Por mbusha 10 vite në Kanada dhe mendoj që nuk dua të kthehem. Do ta nxitosh pra kthimin, është kjo protesta që të ka bërë të mendosh rikthimin më të shpejt. Po, të jem këtu pjesë e ndryshimit. Dhe cili do të ishte ligji që do të propozoje i pari në Nevil, nëse? Ligji i parë do doja, e kam thënë edhe në shesh, marrja e pasurive të gjitha tyre që kanë vjedhur nga djersa dhe puna e popullit. Dhe pasurit tona të përbashkëta, sepse ata kanë vjedh pasurit tona të përbashkëta. Nuk mund të japësh Shqipërinë 1 euro vetëm një oligarku, kur ne ka shumë ish pronar që nuk kanë marrë as 1 metër katror dhe jemi gjyqeve. Por dhe njëkohësisht mendoj që duhet të dënojmë, domethënë, politikën e vjetër, ta shkullim sistemin. Ky duhet jenë politika që të angazhojmë të rinj që mendoj se duhet ta vendosin Shqipërinë të parë. Jo partinë. Nevila, dhe së fundmi, a keni ju një mesazh për të gjithë ata qytetarët e tjerë që ende hezitojnë të afrohen në shesh? Pra, që shpirtërisht ndoshta janë, por fizikisht ende aty. Unë kam një mesazh për Vlorën, qytetin tim. Unë vi pothuajse çdo ditë dhe u kërkoj miqve të afërme do vini me mua, sepse unë udhtoj me makinën time personale dhe kam 3 vende në makinë. Dhe të gjithë më thonë që nuk bëhet, nuk e hiqni dot, është e kotë, lodhesh. Mundohen të më demoralizojnë, por unë aty gjej forcën më të madhe, sepse mendoj që edhe
unë jam vetëm një person, unë nuk mendoj që unë bëj ndryshimin aty në shesh dhe sikur mos të vi, por unë humbas nga protesta. Unë dua të jem aty dhe do doja vetëm të gjithë ata që nuk kanë ardhur qoftë edhe një herë të vinë vetëm një herë, sepse është si një infekcion, një virus i mirë për trupin, të krijon imunitet ndaj padrejtësive. Kështu që i thëras që të vinë të na bashkohen, të jemi pjesë e kësaj kohe historike për një Shqipëri dinjitoze. Për një Shqipëri të re. Po. Që në fakt e kemi merituar, të paktën ne që s'kemi bërë indiferentin asnjëherë në vila, sepse më ndodh shpesh që në atë shesh të shoh shumë fytyra qytetarësh që kanë vite të tëra që sakrifikojnë dhe që nuk janë dorëzuar asnjëherë. Kështu që natyrisht ka mjaft edhe fytyra të reja, por janë disa qytetarë model, do të thoja unë, që vijojnë pa ndërprerë dhe të gjithë me problematika jetësore, sepse bën përshtypje ndonjëherë kur i etiketojnë, ata s'kan asnjë problem, ata dalin aty për të bërë shëtitje në bulevard. Dhe unë s'kam asnjë problem. Mund të them që nuk më shqetëson asnjë problem në Shqipëri, sepse e kisha vendosur që Shqipëria nuk ishte shpresë, por kam problem Shqipërinë në tërësi, territorin e Shqipërisë. Nuk do dua nesër që fëmijët tanë të ngelen pa dhe është si një amanet. Problematikave të tjera. Është si një amanet kur ta lë prindi në momentin që vdes, që mbyll syt, që më varrosnin dhe unë tim. Edhe kjo për ne duhet jetë si një amanet ndaj brezave të rinj. Tu lëm një atë. Shumë e bukur. Nevila, të falenderoj shumë për këtë bisedë, e di që nuk e kishit lehtë për të ardhur në studio, se nuk jeni mësuar me kamerat, e vlerësoj shumë, të falenderoj. Edhe shihemi në shesh. Faleminderit, patjetër. Kemi hyrë në muajin e tretë të protestës për një Shqipëri që nuk është në shitje, për Shqipërinë e re. Unë isha me Nevila Jaupaj, një nga protestueset, aktivistet që thuaj se çdo ditë është në bulevard. Ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.